Në mandatin e kaluar, votuam ligj për edukimin në familjen e hershme. Përveç kësaj, me qeverinë Kurti 3, do të ofrojmë edhe mbështetje tjera. Vendi ynë i ka 108.000 fëmijë nga mosha 1 deri në 5 vjeç. Krahas qerdheve publike, do të fillojmë edhe mbështetjen përmes sistemit të banave për qerdhet private. Synimi ynë është që në ciklin parafillor të janë të përfshirë të gjithë fëmijët e moshës 5 deri në 6 vjeç. Aktualisht në vendin tonë janë rreth 20.000 fëmijë të kësaj grup moshe dhe të gjithë zotohemi që do të jenë të përfshirë në qerdhe publike dhe jo publike me mbështetjen e shtetit nëpërmjet sistemit të banave. Prandaj sot ju ftoj që të përkrahni programin ton, të votoni numrin 116 me kryeministër Albin Kurtin që të vazhdojmë qeverisjen e mirë. Ju faleminderit.